Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar kolaps total të vendit të tij nëse deri më 13 shkurt nuk përfundon ndryshimi i pronësisë së kompanisë NIS, e njohur si Nafta Industriale e Serbisë, e cila gjendet nën sanksionet amerikane. Sipas tij, situata me NIS-in që është nën sanksione që nga 9 tetori për shkak të pronësisë së saj ruse krijon probleme serioze, të cilat po kërcënojnë stabilitetin ekonomik, sektorin shëndetësor, furnizimin me karburant dhe sistemin financiar. Presidenti paralajmëroi se pas këtij afati mund të vijë deri tek paraliza e plot në industrinë serbe, veçanërisht në rafineritë e naftës, të cilat paraqesin pikën kyçe për funksionimin e vendit. Gjërat janë të qarta, sanksionet janë në fuqi, por pas 13 shkurtit ne hymë në kolaps total, e tha Vučić sot në mbrëmje, duke shtuar se aktualisht ekzistojnë disa rezerva, por nëse situata nuk zgjidhet deri atëherë, Serbia do të jetë në rrezik serioz. Vučić theksoi se Serbia aktualisht posedon disa rezerva të karburantit dhe rezerva ushtarake, por përdorimi i tyre paraqet barë të madhe financiare për shtetin. Ai vuri në duke se sanksionet ndaj NIS-it ndikojnë në funksionimin e përditshëm, por shumica e qytetarëve ende nuk i kanë ndier pasojat, sepse rezervat janë ende në përdorim. Do të kemi edhe për pak kohë, por afatgjat kjo nuk mund të zgjas. Duhet të gjejmë zgjidhje sepse rafineria në Pančev është kyçe për të gjithë sistemin, deklaroi më tutje Vučić. Sa i përket zgjidhjeve dhe negociatave, presidenti serb ka deklaruar se Serbia po punon për zgjidhjen e situatës përmes bisedimeve me partnerë ndërkombëtar dhe thotë se edhe pse negociatat me Rusinë dhe SBA-n nuk janë të lehta, ai ka shpresë për zgjidhje. Shëndetësia varet nga dizeli, transporti, ushtria. Duhet të sigurohemi që asgjë të mos ndalojë së funksionuari, nuk mund të presim edhe një muaj. Vendimet duhet të merren tani dhe nuk duam të gënjejmë qytetarët, por duhet të jemi të përgatitur për të gjitha mundësitë, përfundoi Vučić. Një ditë më parë, më 14 nëntor, ministri e minjerave dhe energjisë së Serbisë, Dubravka Dedović Handanović, ka bërë të ditur se kanë marrë njoftim nga qeveria e SBA-s, ku kërkohet largimi i pronësisë ruse nga kompania NIS. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillim të muajit tetor të këtij viti nisën zbatimin e sanksioneve kundër industrisë së naftës serbe. SBA-ja e vendosi NIS-in në listën e sanksioneve më 10 janar për shkak të pjesëmarrjes në pronësi të kompanisë ruse Gazprom Neft, me qëllim të parandalimit të Rusisë që të përdorë të ardhurat nga sektori energjetik për luftën në Ukrainë. Sanksionet i quajti një lajm i jashtëzakonisht i keq presidenti serb Aleksandar Vučić. Madje ai disa herë u shpreh zhgënjur edhe me Rusinë, e cila i ofroi Serbisë një kontratë për furnizim me gaz vetëm deri në fund të vitit, ndërkohë Serbia kishte pritur nënshkrimin e një marrëveshjeje afatgjatë.